Ndërsa kanë kaluar vetëm 9 muaj nga fillimi i rikonstruksionit të Spitalit Rajonal Omenishani në Gjirokastër, rezulton të kenë përfunduar 65% e punimeve. Me 420 milion lekë të reja, investimi i qeverisë shqiptare synoi që ky institucion shëndetësor të ofrojë kushte bashkëkohore. Tani ka përfunduar rreth 65% e punimeve. Domethënë duke futur është gjithë spitali është rreth 8000 m2. Ka marruar rreth 5000 pak m2, 5090 m2 deri diku. Kurse fazat e jashtme, punimet e jashtme janë përfunduar të gjitha. Me kanalizime të ujërat zëza dhe ujërat bardha. Dhe sistemi kapotës ku e shikoni të fasadës që është vetëm 10% e punimeve pa mbyllur. Dhe mbyllet deri në fund shtatorit, mbyllet totalisht. Edhe pse në bazë të kontratës parashikohet përfundimi i rikonstruksionit në dhjetor të 2026-s, punimet po ecin me ritme të shpejta dhe parashikohet që gjithçka të jetë gati 3-4 muaj para afatit. Punimet po ecin me ritme të shpejta. Këtu kemi edhe 10% punimeve të fasadës, pothuajse 90% e fasadës kanë përfunduar totalisht. Izolimi i tarazës dhe pjesët e punimeve në tarazë janë mbyllur të gjitha. Ka marruar çdo punimesh në tarazë. Jemi brenda abjeteve dhe brenda të 3-4 e pjesë e parë, ne kemi përfunduar çdo gjë përveç dyerve dhe PVC-s. Domethënë këtë muaj mbyllet 100% dhe transferojmë fazën e dytë, ku do fillojmë punimet e fazës 2, do t'i kalojmë në fazën e parë. Njerëzit, pacientit, dhomat, kirurgjin, patologjin dhe pediatrin. Kurse do na ngelet për fazën e tretë, për muajin janar shkurt, do na ngelet vetëm salla e operacionit. Salla e operacionit edhe urgjenca. Urgjencën jemi duke transferuar në tetor nga krahu i të neshatorit. Domethënë dhe hyrja do hapet atje, do jetë tani urgjenca. Risi është edhe ngritja e një ure që do të lidh godinën e spitalit me atë të maternitetit. Jemi duke përfunduar dhe urën që lidh maternitetin me spitalin. Urën do të avën funksion në fund shtatorit, sepse sallat e operacionit do të transferohen, do shkojnë te salla e maternitetit, për të bërë fazën e tretë të punimeve. Spitali se ka pas më përpara, ka qenë projekt nga projektuar tani, dhe në këtë fazë jemi besoj në fund shtatorit e mbyllur. E bëjmë funksionale për të kaluar sallën e operacionit dhe për të kaluar pacientët në urë derisa spitali të vjetë në funksion deri në fund të 2026. Spitali Gjirokastrës mban statusin rajonal dhe ofron shërbim për banorët e 7 bashkive të qarkut jugor. Ky investim vjen pas atij të 2008-s, i cili përfshiu gjithë Godinën.